Qumë është gjiri apo me formulë? Cila është më e mira dhe më e nevojshmja? Është vend re për shembull që fëmijët smuren më pak, smuren më rrallë dhe është ajo që smundja shërohet më shpejt nga një infekcion që mund të ketë marrë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në podcastin e sotëm, ku patjetër të ftuar kam doktoresh Arta Mzezi, cila është mjeke pediatre. Sot do të flasim për një nga temat më të rëndësishme që kanë patjetër prindërit e rinj, siç është qumësht i gjirit apo formula. Normalisht është një pyetje me shumë dilema, sidomos për prindërit e rinj, cilën duhet zgjedhin, cila është më e mira e tjera. Patjetër do të trajtojmë në këtë podcast duke dhënë disa nga pyetjet më kryesore që ju vetë na i keni drejtuar dhe do japi përgjigje ekspertja. Doktoresha, faleminderit për ftesën. Jemi në pritur gjithmonë. Normalisht me këshillat që na jep. Unë po hy direkte në temë. Qumë është gjiri apo me formulë? Cila është më e mira dhe më e nevojshmja? Sidomos edhe në ditët e sotme, po themi sepse ka ndryshuar pak kohë tani. Kristina, pa hezitim, përgjigja është qumësh gjiri. Dhe vetëm qumësh gjiri. Për shumë arsye që ne mund t'i trajtojmë edhe gjatë kësaj bisede që do zhvillojmë, por kryesorja është sepse përbërësit e qumshtit të gjirit nuk kanë të krahasuar qoftë në sasi edhe cilësi me qumshtin e formulës. Qumshti i formulës, industritë e prodhimit të këtyre kanë bërë kërkimet e tyre dhe gjithmonë më shumë i afrohen qumshtit të gjirit, por asnjëherë nuk mund të zvendësohet. Janë të pakrahasueshëm. Kështu që qumshi i gjirit është ushqimi kryesor dhe ekskluziv që duhet marrë fëmia. Kur them ekskluziv, them që me përjashtim të qumshit të gjirit. Organizata botërore e shëndetësisë, gjithë shoqatat e pediatrëve rekomandojnë që qumshi i gjirit deri në moshën 6 muaj duhet të jetë ushqimi ekskluziv i fëmijës. Do me thënë, përveç qumshit të gjirit, fëmia nuk duhet marrë as ujë, as lëng frutash dhe as një ushqim tjetër shtesë. Pra vetëm qumësh gjiri. Por janë bërë studime statistikore dhe është parë që nënat në vitet 70 u hodhën në treg këto ushqimet artificiale dhe fëmijët, do me thënë nënat, filluan të braktisin qumshin e gjirit, se thuaj që janë njësoj, bile ky mund të ketë më shumë benefite të shtuara, do të vlera dhe vitamina. Por u pa pastaj me kalimin e kohës që nuk ishte ashtu dhe tani është dhënë prioritet i jashtëzakonshëm qumshit të gjirit dhe është parë që 95% e grave e fillojnë të ushqejnë fëmijën me gji, por nuk arrin dot ta mbajnë deri në 6 muaj. Duhet një punë e jashtëzakonshme, një mbështetje e jashtëzakonshme për nënën, qoftë nga familjarët e saj, qoftë nga personeli shëndetësor, një punë e jashtëzakonshme para lindjes së nënës që ta mësojnë se si duhet të veprojë që të prodhojë sa më shumë qumësh gjiri dhe ta mbajë deri në 6 muaj. Dhe pastaj në 6 muaj, edhe në qoftë se fëmia shton mirë në peshë, duhet patjetër të fillojë ushqimet shtesë. Patjetër. Doktoresha, faktikisht ne dëgjojmë shpesh që disa nëna patjetër e japin të kombinuar, domethënë edhe qumshin e gjirit, por normalisht edhe qumshin formul. Ndoshta sepse janë në punë, ndoshta sepse thonë që nuk kanë mjaftueshëm gji për ta ngopur fëmijën, për arsye nga më të ndryshmet. A është mirë që të kombinohen të dyja? Shiko, Kristina, kjo është një pyetje drejtë që bëni ju, sepse vërtet është kështu. Unë e thash një çik më përpara që e fillojnë 95% dhe vetëm 23% e çojnë deri në fund ushqyerin me gji, deri 6 muaj. Kjo për shkaqe të ndryshme, edhe për edukatën shëndetësore, siç ju thash në fillim që duhet një punë e jashtëzakonshme, por edhe për shkaqe të vetë nënës që mund të ketë punë, mund të ketë pengesa për mbajtjen e sepse do pak impenjim kohë nga ana e nënës, për shembull, sidomos kur janë marrëdhënie pune, për arsye shëndetësore, për arsye të ndonjë mjekimi që merr nëna, ose ndonjëherë është edhe vetë natyra e nënës, janë shumë të rralla hipogalaktia, po mund të ndodhë që mund të mos prodhoj për shkaqe hormonale, mund mos prodhoj shumë qumësh ose për shkaqe të deformimit të thisës së gjirit. Pra këto janë disa arsye që nëna nuk arrin dot të plotësoj të arrijë këtë 6 muaj vetëm ekskluzivisht me gji. Atëherë është e detyruar të bëj shtesa ushqimore se shikon që fëmia nuk po rritet ashtu siç duhet, të ndjeki kurvën e rritjes pas percentileve. Por
është e mira, do me thënë, atë sasi sa do të vogël që të ketë të gjirit ajo, t'ja japi fëmijës, mos t'ja kursej fëmijës. Në çdo orë, në çdo moment, edhe kur të kthehet vonë nga puna, le t'ja japi. Por patjetër që do t'i japi edhe shtesat ushqimore. Dhe zgjedhja e parë janë formulat, se pavarësisht që nuk krahasohet me qumshin e nënës, formula është ushqimi më i mirë që është i përgatitur sipas formulës së qumshit të gjirit. Sepse ka në përbërje përveç lëndëve ushqyese, ato janë të fortifikuara edhe me vitamina, si me vitaminën D, me hekur, me tani nga që nuk arrinin dot të bënin këtë të mbrojtjes imunitare, qelizat imunitare që mungojnë në qumshin e formulës artificiale, filluan të shtojnë edhe nga këto algat që të rrisin çik imunitetin me këto yndyrnat e mira që janë përbërësit kryesor të këtyre imunoglobulinave. Mirë po, deri më sot nuk është parë akoma që të kenë një efekt shumë pozitiv tek fëmijët. Megjithatë e kanë këtë, kështu që zgjedhja e parë mbas qumshit të gjirit është qumshi i formulës. Si jepet qumshi i formulës? E para njerë duhet të them këtë që kur fillojmë qumshin e formulës nuk duhet ta japim me biberon, sepse biberoni ngatron thithjen dhe aje e pinë më kollaj, sepse është edhe ajo vrima e biberonit më e madhe, e thith më kollaj, nuk lotet shumë fëmija, edhe ngopet më shpejto. Dhe e dyta, ne ngatron thithjen, se ndryshe është anatomia e thithit të nënës dhe ndryshe është e biberonit, që është diçka silikon ose gomë. Kështu që ai do ngatroj thithjet edhe mund të braktisë gjirin me qenë se e thith më shpejt këtë biberonin. Prandaj është mira me gotë ose me lugë. Luga përdoret afër 6 muaj, po me gotë është më mirë që t'ja japin direkt. Ose me filxhan mund të thuash se sasia tjetë e vogle para. Dhe e dyta, desha të them këtë që në qoftë se fillohet ushqimi, mund të bëhet në dy forma. Ose të zëvendësohet komplet një vakt, për shembull nëna i jep gjithë fëmijës në mëngjes kur ngrihet, ikën në punë, kur i vjen radha orari në orën 9 ose kur e ka fëmijën për të ushqyer, mund t'i japi gjyshja ose dadoja që e mban një vakt të plot, që mund të jetë sipas moshës së fëmijës 200-250 ose më pak sipas moshës. Kështu që ose do të zëvendësoj vakte, ose do t'i japi shtesë, pra i jep në fillim gjirin dhe pastaj pjesën tjetër që sa të dojë të marrë fëmia. Patjetër. Shpesh kam dëgjuar edhe nga nënat, por edhe nga studimet ndryshme që qumshi i gjirit ka një ndikim të jashtëzakonshëm tek truri i fëmijës. Nëse ju mund të na i shpjegoni pak krahasuar me atë të formulës, se normalisht kanë mungesa siç e përmendët ju. Është e vërtetë. Nga studimet kërkimet që kanë bërë mjekët që merren me studimin e zhvillimit të fëmijëve, është parë që fëmijë që ushqehen me qumësht gjiri kanë për masat e trurit më të mëdha se fëmijët që janë ushqyer me qumësht artificial. E para. E dyta kanë një koeficient inteligjencë më të lartë se fëmijët që janë ushqyer me ushqim artificial. E treta, për masat e trurit e thash që kanë më të mëdha. Janë më të përqendruar, mbajnë mend më mirë, nxënë më shumë, edhe kjo i ndihmon, domethënë, edhe kur të rriten, e kanë këtë benefit edhe kur rriten, fëmijët njerëzit që në vogli janë ushqyer me qumësht gjiri, studiojnë më shumë, janë më të mirë në mësime, kanë shikim më të mpret, të gjitha këto influencojnë dhe kjo ka të bëjë vetëm me përbërësit e qumshit të gjirit, sepse qumshi i gjirit ka disa acide yndyrore esenciale që nuk arrin dot asnjë lloj qumësht tjetër nuk i ka. Nuk arrin dot as në qumshin artificial të zëvendësohen këto lloj acide yndyrore me zinxhir të gjatë, janë themelore për ndërtimin e qelizës së trurit. Edhe luaj një rol shumë të madh, domethënë në zhvillimin e trurit në përgjithësi. Edhe karbohidratet që ka qumshi i gjirit janë shumë të mira se sa këto të qumshit artificial. Se është parë, për shembull, që të gjithë këto mamiferet që ushqehen me qumësht gjiri, lopa, siç janë këto të gjithë që ushqejnë fëmijën me gji, është parë që asnjë nga këto nuk e ka zhvillimin e trurit siç e ka fëmia në vitin e parë të jetës. Megjithëse është një qenie më e vogël, zhvillimin e ka dhe gjitha kjo ka të bëjë me lëndët ushqyese që përmban qumshi i gjirit, yndyrnat e mira, karbohidratet e të tjera. Doktoresha, a ndikon qumshti i formulës tek imuniteti i fëmijëve? Sigurisht, Kristina. Është vënd re, për shembull, që fëmijët që ushqehen me qumësht gjiri smuren më pak,
smuren moral dhe është ajo që smundja shërohet më shpejt nga një infekcion që mund të ketë marrë, se sa fëmijët me ushqim artificial. Dhe kjo është për dy arsye shumë të forta. E para është që qumshi i gjirit është një produkt i gatshëm. Sa herë kërkon fëmia, e gjen në çdo moment, nuk ka nevojë nëna të ziejë, të sterilizojë ato enët që do t'ja japi, merr më pak viroza në këtë formë dhe infeksione, kështu që smuret moral. Dhe e dyta është që qelizat imunitare. Ajo, jo vetëm që i merr të gatshme, që në barkun e nënës, fëmia lind me imunitet, se vetë nuk arrin të prodhojë qelizat imunitare deri nga fundi i vitit të parë, kështu që lind me imunitetin që ka marrë në barkun e nënës, dhe ajo vazhdon ja jep fëmijës çdo infeksion që kalon nëna, që krijon atë imunitetin e saj, ja transmeton fëmijës nëpërmjet qumshit të gjirit, e merr fëmia të gatshëm nga nëna. Por njëkohësisht elementët që kanë në përbërje, siç i tham, karbohidratet, yndyrnat, të gjitha këto qumshi i gjirit, janë esenciale, janë themelore për ndërtimin e qelizave imunitare, gjë që nuk ndodh tek qumshi artificial. Ju thash që ato shkencëtarët po mundohen, kanë marrë ato algat nga detet e pastërta, që janë të largëta, domethënë, dhe që nuk kanë ndotje natyrore dhe përsëri nuk arrin dot që të zvendësojnë në mbrojtjen që ka qumshi i gjirit. Kështu që është kjo, pra, nuk ka nevojë për e merr direkt nga nëna, s'ka nevojë të përdorësh shenjë që duhet i sterilizosh, sidomos periudhën e verës e këto, ose qumshtin kur e mbledh dhe lë aty, nuk e pi vaktin, duhet mos e përdorësh, ma ato ti përdorësh, ti bësh vaktëri sa herë që e do fëmia. Edhe qelizat imunitare që i merr direkt nga nëna dhe pastaj i prodhon vetë fëmia. Okej. Meqense jemi ndoshta në periudha të ndryshme i kanë fëmijët ata që po na ndjekin, kur është koha e dur për të ndryshuar, domethënë nga qumshi i gjirit t'i japim që është formulë ose ushqim? Kjo quhet periudha e zverdhjes, se quhen populli, që fillon gradualisht lë gjirin fëmia dhe fillon të konsumojë ushqimet që janë të domosdoshme për rritjen e tij. Unë e përmenda një çik në fillim, Kristina, që Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Akademia e Pediatrisë Amerikane rekomandojnë që ushqyerja me gjë duhet të vazhdojë deri në muajin e 6, ekskluzivisht me gjë, vetëm me gjë. Ka raste që mund, siç e përmendëm më përpara, për arsye të nënës ose të vetë fëmijës që mund të ketë ndonjë defekt, nuk arrin të bëjë thithjen. Nëna nuk arrin dot deri në 6 muaj ta ushqej vetëm me gjë dhe do ja filloj atë qumshin e formulës edhe më përpara. Kjo mund do 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj. 4 muaj është normale që duhet ta mbaj. Pastaj optimalja është 6 muaj. Por zverdhje quhet kur deri në muajin e 6 nëna e ushqen vetëm me gjë dhe pastaj në muajin e 6 ju e thash, pavarësisht se fëmia shton mirë në peshë, ka zhvillim të mirë, duhet patjetër të fillojnë shtesat ushqimore. Sepse qumshi i gjirit ka disa mangësi që fëmia që rritet ka nevojë të marrë më shumë hekur për zhvillimin e tij edhe për mbarvajtjen e organizmit. Si do filloj kjo? Do filloj në mënyrë graduale. Pra në muajin e 6 duhet të fillojnë, nuk po flasim për ato që për arsye të ndryshme thamë fillojnë më përpara, që gjithmonë do ta fillojnë me qumësh formule, në muajin e 6 do fillojmë ushqimet të futen gradualisht. Në fillim do t'i japi vetëm një qumshi i formulës, Kristina, nënat që po na dëgjojnë e dinë, është sipas moshës së fëmijës, është me numra, është për bebet e posalindur, për fëmijët, është për fëmijët më të rritur, është për fëmijët të rritur prematur, është për fëmijët me alergji, kështu që qumshi do të rekomandohet nga mjeku çfarë qumshi duhet t'i jap fëmijës. Dhe mbas kësaj, pastaj fillon ushqyerja. Kur të filloj ushqimin, fëmia duhet të jetë në gjendje shëndetësore të mirë. Mos ke temperaturë, mos ke kaluar ndonjë viroz, po të jetë i shëndetshëm. Zakonisht kjo përkon edhe me daljen e dhëmbëve. Fëmia mund të jetë në periudhën e daljes së dhëmbëve, ka mungesë oreksi, bëhet i grindur. Prandaj nëna duhet gjejë momentin që fëmia është mirë dhe të fillojë ushqimin. Ushqimi do me thënë duhet të fillohet një nga një t'i jepet fëmijës, janë gjëra të reja, shije të reja, që fëmija i shijon për herë të parë edhe ndonjëherë mund mos i pëlqejnë. Po nëse si pëlqejnë, nëna do të zëvendësoj, për shembull, nuk i pëlqen një zerzavat, karota për shembull, dhe zëvendëson me një kungull, me një ushqim të përafërt,
të njëjtit natyrë, në mënyrë që ta mësoj fëmijën të marrë të gjitha ushqimet, gradualisht. Dhe deri në moshën 2 vjeç, mbas moshës 2 vjeç, domethënë fëmia do filloj të hajë ushqime më të forta dhe deri në 3 vjeç fëmia duhet të hajë njësoj si familjarët, ushqimin e familjes. Dhe aty pastaj fillon edukata ushqimore që fëmia duhet të jetë, prindi duhet të jetë shumë i kujdesshëm, se kemi thënë që ushqyerja e megji dhe ushqimet që do marri fëmia në periudhën e fëmijërisë nga mosha 3 deri në 11 vjeç përcaktojnë cilësinë e jetës së fëmijës edhe jetëgjatësinë, sepse këto ushqime parandalojnë sëmundje shumë të rënda të kronike të rriturit, siç janë sëmundjet e zemrës kardiodegenerative, siç janë diabeti që është shumë i rëndësishëm, obeziteti që është nga problemet kryesore tani. Në qoftë se fëmia ushqet me qumëshgjiri dhe është i shëndosh, nuk ka problem, sepse nuk krijon dhjamosje. Mund të ketë shëndet, po nuk krijon dhjamosje, nuk depozitohen se janë yndyrna të mira esenciale. Po ama në qoftë se fëmia ushqet me qumësh artificiale dhe është mbi peshë, nëna duhet të jetë shumë e kujdesshme se që aty fillon mbi pesha. Edhe kjo nga mënyra e ushqyerjes pastaj varet edhe kur rritet, këto fëmijë ngelin ashtu të shëndetshëm obez. Prandaj duhet shumë kujdes në ushqyerjen e fëmijës. Doktoresha, edhe një pyetje të fundit. Çfarë këshilli ju jep nënave që janë në këto dilema tani, ose ndoshta edhe ato duan shumë që t'i japin qumëshgjiri, e kanë me shumë dëshirë, por thonë që nuk i ngopin e tjera. Çfarë këshillash ose tipsash do i jepni juve nënave të reja? Dëgjoj, Kristina, unë e thash, nëna në këtë rast kërkon shumë mbështetje, nëse duhet të vazhdoj dhënien e gjirit fëmijës, aq harrova të them diçka që është shumë e rëndësishme. E para një herë që duhet të di nënat një gjë, sa më shumë të thisi fëmija, sa më shpesh ta vejnë në gjithë fëmijën ato, aq më shumë jo vjen qumshi, është i vetë me ushqim në botë, do me thënë që ka të rregullin kërkesë ofertë, sa më shumë kërkon, aq më shumë i ofrohet. Prandaj duke e vënë fëmijën shpesh në gjithë, duke e mbajt jo më shumë se 25 minuta gjysmore, se ti tha herë pastaj, duke e thithur mirë fëmija, gjiri vjen më shumë. Problemi është kur fillon ushqimet pastaj, Kristina, janë shije të reja, edhe ka shumë fëmijë që i refuzojnë këto, është ajo neofobia që kanë frikë nga gjërat e reja, edhe i refuzojnë ushqimet, bëhen kapricios, nuk duan të hajnë, nëna thotë mungesë oreksi, nuk ka, edhe e vuan në këtë pjesën. Sepse pastaj ka të bëjë edhe me imunitetin, edhe me energjitë e fëmijës, sepse ndjehet si edhe fëmia si i lodhur. Problemi është mos ketë ndonjë patologji, po të jenë thjesht nga kjo ushqyerja. Në këtë rast nëna mund t'i vi shumë mirë në ndihmë fëmijës duke përdorur disa integratorë ushqimor që përveç se hapin oreksin te fëmia, rrisin imunitetin, i japin një energji shumë pozitive fëmijës, fëmia bëhet më aktiv, duke qenë më aktiv, është më në humor, do hajë më mirë, janë të lidhura këto gjërat. Unë shpesh kam folur për dy integratorë ushqimor që janë shumë të mirë, janë natyral 100%, kanë përbërës shumë efektiv për këto problemet që unë ju thash, siç është API 4+1, që përveç këtyre që ju thash ka veprim antioksidant që i mbron fëmijët edhe nga infeksionet, adopton kur fëmija është kështu në gjendje stresi që ka filluar ushqimet e reja edhe të gjitha këto, ka një veprim adaptogen për stresin që po kalon organizmi, vendos ato ekuilibrat në organizëm, por është edhe Nutra Junior Defense që ka një efekt shumë të mirë në mbrojtjen e organizmit, sidomos me fëmijët që janë ushqyer me ushqim që nuk e kanë në nivelin e dur mbrojtjen, por hap edhe oreksin për vetë ato elementet që kanë në përbërje, edhe i jep energji shumë pozitive. Këto janë shumë të mira. API 4+1 përdoret zakonisht te fëmijët mbi 3 vjeç, ndërsa Nutra Junior Defense mund të përdoret edhe te fëmijët e vegjël. Okej. Doktoresha, shumë faleminderit. Unë faktikisht kaq kisha për sot, ose kaq pyetje kishim për sot. Shpresoj që ne t'ju kemi ardhur në ndihmë nënave të reja ose atyre që kanë dilema të tilla. Shpresoj që patjetër ta keni dëgjuar deri në fund këtë video dhe ta keni kuptuar. Do të thoya që na bëni subscribe edhe normalisht të shikoni gjitha videot tona të plota për të marrë këshilla të vlefshme, jo vetëm nga mjekja pediatre, por nga gjitha mjekët që ne kemi këtu te Onova. Shumë faleminderit. Faleminderit për këshilla, doktoresha. Shpresoj që t'ju ketë lehtë sadopa. Shpresojmë edhe ne dhe patjetër që po, dhe patjetër ne do shihemi në podcaste të tjera. Kalofshi mirë, pacim. Mirupafshim.